Loris Kastriot Skënderbeu, gjaku i familjes së heroit ton kombëtar, stërnipi i Gjergj Kastriotit, u mirëprit me nder në Kaçanik. Sikur çdo herë që vjen në Kosovë dhe kësaj radhe pranimi i tij ishte një moment krenarie për të gjithë. Në qytetin e Kaçanikut, ku gjimnazi mban me nder emrin e Skënderbeut, Loris Kastrioti, së bashku me drejtorin e korporatës Kryeziu, vizituan shkollën dhe morën pjesë në homazhe për të ndëruar dëshmorët e Kaçanikut. Po ashtu, gjatë vizitës së tij, Lorisi pati rastin të prezantojë para përfaqësuesve të Kuvendit Komunal të Kaçanikut, ku foli për prejardhjen e Gjergj Kastriotit. Ky prezantim ngjalli interes dhe diskutime mes të pranishmëve, duke thelluar edhe më shumë kurrështjen për rënjët e figurës më të madhe kombëtare. Të nxjerrura nga përthimet e veprat të baletit në gjermanisht. Ky është Gjergj Kastrioti në shtrafin e tij të vdekjes, do të thonë para vdekjes. With all the commanders and the light of the most important families in Me gjithë komandantët edhe udhëheqjet e familjeve më të rëndësishme që kanë qenë poshtë. This was written by Gjergj Kastrioti. Kjo është një shkrim i Gjergj Kastriotit që shkruan në vitin 1486. This is in Cosenza. It's not an Albrecht town, but it's in the center of Calabria, and because of the presence of 51 communities of Albrecht, the region Calabria, even in towns that are not Albrecht, used to give homage to Gjergj Kastrioti. Kjo është një monument në Cosenza të Italisë, dhe që nuk është qytet Albrecht, por gjithë Calabria, që i ka 21 komunitete Albrechte, pavarësisht a janë Albrecht apo jo, e respektojnë figurën e monumentit të Gjergj Kastriotit. Many books that were written. Shumë libra që janë shkruar për Skënderbeu. I think that many of these portraits you know already. Mendoj që shumicën e këtyre portreteve i dini keni pa. Në kuadër të vizitës ai mori pjesë edhe në ceremoninë e diplomimit të gjimnazistëve të qytetit, ku u prit me entuziazëm dhe respekt nga nxënësit, mësimdhënësit dhe qytetarët. Përshëndetje të gjithëve. Ma vjen keq, por unë flas shumë pak shqip. So I will speak in English. It's an honor for me to be here, and I thank the gymnasium, the director, Keima, the mayor of the town. Është një nder për mua të jem këtu, dua të falenderoj gjimnazin, drejtorin dhe kryetarin e komunës. Sot është një ditë, një fillim i një dite që të gjithë ju jeni protagonistë të një dite kaq të veçantë, të një ngjarje kaq të veçantë. And I hope that this will not be the last event that will make you happy in your life. Shpresoj që kjo nuk do të jetë fundit, ngjarja e fundit që do të jeni të lumtur në jetë. Në shenjë minjohje për kontributin e tij në promovimin e trashëgimisë historike shqiptare, atij ju dha një minjohje zyrtare, si dhe një pikturë simbolike që paraqet figurën e Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Që ka punuar profesori i artit Primor Krasniq. Po ashtu edhe një minjohje do të jetë kryetari i komunës.
Oh, faleminderit shumë. Faleminderit.